A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahun e falenderojmë, pejgamberit alayhi salatu wassalam, salata dhe selam I dërgojmë. Dërun vllazën, sot vazhdojmë me ligjëratën e parë që ka të bëjë me imamin e dytë të katër mëdhëbeve, që është Imam Maliku, Allah e mëshiroft. Këtë rënditje që e kemi filluar për katër imam duke fol, nuk e kemi bën për shkak se preferojmë ndonjë imam ndaj tjetrit. Mirë, për këtë rënditje kemi bën për shkak duke u mbështet në radhitjen bazë të lindjes së tyre. Pra cili ka lind më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu kemi filluar edhe duke sqaruar biografitë e tyre bazë të radhitjes së datë lindje. Jo në bazë të radhitjes pse preferojmë një imam ndaj tjetrit e kështu me radhë. Sot jemi me Imam Malikun, ku inshallah do të njoftohemi me disa gjëra që janë të rëndësishme rreth biografisë së tij. E para rreth emërtimit. Imam Maliku emrin e ka pas Malik ibn Anas. Maliku, djali I Enesit. Kjo lidhshmëri mes emrit të Imam Malikut dhe sahabiut Anas ibn Malik nuk ka ndonjë lidhje familjare. Mirë, po është vetëm emri që I ngjason. Për Malik ibn Anas ibn Malik. Pra përshtatet emrat e baballarëve të tyre me sahabiun e nderuar që ka qenë Anas ibn Maliku. Mirë, po nuk kanë ndonjë lidhje familjare, mirë, po vetëm për ngjasim të emrit, jo lidhje familjare. Imam Maliku ndryshe njihet edhe si Imamu Daril Hijra, imami I vendit të hijretit, ose imami I Medinës. Për shkak se Imam Maliku ka qenë dietar që është njohur në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye është njihet edhe si imami I Medinës. Është një temë që diskutohet mesin e dietarëve se a ka përgëzuar pejgamberi alayhi salatu wasalam lidhje me ardhen e Imam Malikut. Pra kemi hadith që tregon ose jep ndonjë vlerë të veçantë ndaj njerëzve të tjerë, ndaj Imam Malikut që e dallon prej njerëzve të tjerë ose dietarëve të tjerë. Është një hadith ku pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibil yatlubuna al-ilma fala yajiduna ahadan a'lama min alim al-Madina." Është një hadith ku dietarët kanë diskutuar rreth saktësisë së tij. Ka dietarë që e kanë bërë të pranueshëm, të saktë, ka dietarë që e kanë bërë të dobët. E këta dietarë që e kanë bërë të saktë këtë hadith kanë aludu disa prej tyre se ky hadith I përshtatet Imam Malikut. Çka ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ka thënë do të vjen një kohë ku njerëzit do t'i bëjnë gati devët e tyre për të udhëtu për shkak të kërkimit të diturisë dhe nuk kanë me gjetë dietar më të madh dhe më të dijshëm se sa dietari I Medinës. Tash ky hadith I përmend disa çështje. E para e përmend do thotë I bëjnë gati devët. Zakonisht kalumën kur I kanë bën gati devët, I kanë bën zakonisht për udhëtime të gjata. Çfarë dën se njerëzit do të vinë nga viset e largëta për të shkuar me kërku dije të çka dietar. Kjo e para. E dyta, do të udhtojnë, por për çka do të udhtojnë? Për dije, jo për tregti. Edhe e treta, ky dietar gjendet në Medinë, do thotë udhëtimi do të bëhet për në Medinë, jo dikon tjetër. E kur e kanë analizuar dietarët, kanë thonë se ky hadith më shumë I përshtatet Imam Malikut, nga se nuk njihen njerëz ose nxënësa që të kenë udhëtu sikurse që kanë udhëtu për Imam Malikun, Allah e mëshiroft. Pra që kanë ardhur njerëz prej 4 anëve që kanë rrethu Medinën nga viset e largëta, që kanë qenë besimtar musliman, kanë ardhur dhe kanë udhëtu vetëm për shkak që me kërku dije të Imam Malikut. Pra nuk njihet një dietar përpara tij që njerëzit kanë ardhur, kanë udhëtu me kërku dije sikurse që kanë udhëtu për Imam Malikun. Prandaj ka prej dietarëve që thonë që ky hadith I përshtatet Imam Malikut, e që aludon se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar për vlerën e këtij dietari, Allahu e din më së miri. Kur ka lind Imam Maliku? Imam Maliku ka lind në vitin 93 sipas hijretit, që do të thotë ka qenë 13 vjet më I ri se Imam Ebu Hanifja. Pra kur Ebu Hanifja I ka pas 13 vjet, ka lind Imam Maliku. Po ashtu Imam Maliku ka lind në vitin ku ka vdek Anas ibn Maliku, sahabiun e vetëm që e ka pa Ebu Hanifja. Pra kena thonë Ebu Hanifja e ka parë Anas ibn Malikun, për këtë e ka marrë edhe titullin ose epitetin taben. Ky sahabi ka vdek në vitin e njëjtë që ka lind, do thotë Imam Maliku. Ku ka lind Imam Maliku? Imam Maliku ka lind në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe kjo ja jep një vlerë të shtuar me këtë imame që s'e kanë edhe imamët e tjerë. Për çfarë arsye? Nga se Medinaja, siç e dimë na, është vend I shpalljes. Është vend ku Allah ka zbrit ajete kuranore.
është vend ku pejgamberi alayhis salatu wasallam ka themeluar shtetin islam. Është vend ku pejgamberi alayhis salatu wasallam ka treguar për vlerën e saj, hadithe që nuk ka treguar për asnjë vend tjetër. Do thotë ka muj me majt ligjërata të shumta vetëm për me tregu vlerën e Medinës. Një prej tyre për shembull ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyata ila hujriha. Imani mbledhet të bohet në Medinë, qashtu që mbledhet dhe të bohet gjarpri në strofllën e tij. Në qashtu të bohet imani në Medinë, pra është vend i bereqetshëm. Pra edhe këtë padyshim që ja dhojnë një farë vlere edhe Imam Malikut, pse se ka lind në një vend ku dia ka qenë e kthjellët nga dora e parë që kanë marrë të tjerë nga sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Imam Maliku po ashtu krahas vendit që ka lind në Medinë që jep një vlerë shtume, po ashtu e ka edhe një vlerë tjetër që nuk e kanë pas shumica e dietarëve të katër mëdhëbeve. Për shembull, Imam Maliku ka lind në një familje dietarësh. Kretë rreth i familjarit i tij ka qenë dietar. Për shembull, baba i tij ka qenë i ditur. Gjyshi i tij ka qenë muhadith dietar i njohur, saqë ka transmetuar hadithe nga Omeri, ka transmetuar hadithe nga Uthmani, nga Abu Huraira, nga Aisha radhiyallahu anha. Pra nga të gjithë këto sahabi, gjyshi i tij ka transmetuar hadithe dhe thuhet që gjyshi i tij, gjyshi i Imam Malikut, ka qenë prej atyre personave që Uthmani radhiyallahu anhu i ka angazhu për me shkru Kur'anin, mushafin, kur e ka bërë shumëzimin e Kur'anit për me çuna për vendet muslimane. Njëri prej tyre që është mirë me shkrimin e Kur'anit ka qenë pikërisht gjyshi i Imam Malikut. Dhe thuhet që gjyshi i Imam Malikut ka qenë prej atyre 4 personave që kanë marrë përsipër pasi që është vrarë Uthmani, për gaditjen e tij së xhenazës dhe varrosin e tij. Pra kjo tregon edhe për vlerën e familjes së tij. Po ashtu vllai i tij ka qenë dietar, migja i tij ka qenë dietar, djali i migjës tij ka qenë dietar. Do thotë ka qenë i rrethuar nga një familje dietarësh. Për këtë arsye edhe kjo jep një vlerë që nuk e kanë pas edhe dietarë të tjerë të katër mëdhëbeve. Çështja ka nis Imam Maliku me kërkudituri. Nga se çdo sen e ka edhe atë celulën e parë ose nxitsin e parë për me filluar një rrugë caktuar. Kemi thonë Imam Ebu Hanifja për shembull e ka pa një dietar zgjuarsinë e tij edhe i ka thonë nëse rrugën e dijes se keni zgjuarsi që se kanë shumica e njerëzve. Edhe kjo i ka dhënë motiv për me fillu dijen. E Imam Maliku për shembull thotë, ajo që më kanë nxit me kërkudituri kanë qenë dy gjëra. E para thotë, na ka bënë një pyetje baba, mu edhe vllai tem. Thotë vllai im u përgjigj sakt ndërsa unë gabova. Edhe më tha baba em se Imam Maliku kur ka qenë i vogël është mirë me kultivimin e plumbave. Më thonë është mirë me plumba, pak a shumë. I ka thonë baba i tij, ti nuk e dite, sepse kohën që u shdash me morë me dije, ti e duke u marrë me plumba. Dhe thëtë kjo më zemroj, qatë shumë sa që me njëherë u nisa dhe shkoha të Rabia e Rej, që ka qenë një djetar shumë i njohur, dhe njërë intenzive ka mësu të kaj për 7 vite. Njërë intenzive ka mësu të kaj për 7 vite. E dyta thua që ka qenë nana e tij pikërisht që kanë qenë nanat e shumë dietarëve të kaluamën, kur i kanë nxit fëmijët e tyre, i kanë bartur nëpër shtëpinë vetëm që fëmijët e tyre të bëhen dietar. Nana e tij ka qenë aq e angazhuar që ta shet djalin e tij të ditur saqë e ka qenë nëpër dietar për me kërku dituri. Thuhet e ka vesh bukur Imam Malikun dhe porosinë e parë që ja ka dhënë duke qenë fëmijë i vogël i ka thonë shko te Rabia, te ky dietar i madh, edhe mëso prej edukatës së tij para se të mësosh prej dijes së tij. Pastaj nana e zgjut e mirë e ka kuptuar se edukata njerë mësohet pastaj dija. Edhe ka thonë edhe pse ti ndoshta je i vogël, s'ki mundësi me arrit dituri, mirë po mëso prej edukatës së tij para se me mësu prej dijes së tij. Pra kjo ka qenë arsyeja sepse Imam Maliku ka filluar me kërku dituri. Imam Maliku ndërun vllazën ka pas edhe mësues ose dietar të shumë ku ka kërku dituri. I pari prej tyre ka qenë për shembull Imam Hurmuzi, Ibn Hurmuzi. Ka qenë një dietar që është njohur në hadith. Thot Imam Maliku, shkojsha te ky dietar, troketsha nder në mëngjes. Edhe çndrojsha në shtëpinë e tij deri mbrëmje duke mësu. Mirë po me përdor në gjuhën e sotit, i ka korruptu fëmijët e këtij imame. Qysh? Thot përgatit shahurme, i ushqesha fëmijët e tij edhe i thojsha kur të vjen dikush me thirr babën e juv, thuni që është në zonë. Për çfarë arsye? Vetëm që të kohën që e kishte t'ja kushtonte tërën Imam Malikut e jetë të tjerëve. Pra ne, prej mëngjesit deri mbrëmje të kërku dije tek ky dietar. Po ashtu Imam Ebu Hanifja ka kërku dije edhe tek Imam Zuhriu.
Imam Zuhriu ka qenë prej dietarëve të mëdhtë asaj kohe. Saqë thuhet Imam Maliku aq shumë e ka vlerësuar dijen, do t'i mësojmë disa shembull që saqë s'ka dietar që kemi lexu që e kanë çmu dijen hadithin më shumë se sa Imam Maliku. Thuhet i vetmi prej tyre që nuk kalon ditë pa e shfrytzuar mësim ka qenë Imam Maliku. Saqë edhe ditët e festave, që ka qenë dita e Bajramit, e Kurban Bajramit e kështu me radhë, i ka shfrytzuar duke i tërëkit dyert e dietarëve për me mësu hadithin. Ka shku tek Imam Zuhriu, ka tërëkit nder, ka dalë nëse s'gaboj vajza e imamit. Ka thonë kush është? Ka thonë shërptoret. Pse i ka thonë shërptoret? Nga se ka pa Imam Malikun vazhdimisht duke u kujdes për hoxhën e tij. Dhe ka menu që e ka shërptor. Ka thonë therrë, më njerë ka kuptu se kush është. Therrën e të mrena, kur ka hinë mrena i ka thonë ditë Bajrami. Atë bimi ushqim ose ëmbëlsira me ngranë, ka thonë jo, unë ka marrë për të kërku dije. Nuk ka marrë as për ushqim, as për pije, po ka marrë për të kërku dije. Dhe kjo na kujton edhe rastin e atij nxënësit të Imam Malikut, ka qenë Imam Maliku, pasi që e ka marrë titullin e dietarit, duke shpjegu. Tash, duke i shpjegu nxënësave ders, ka thirrë njëri ka thonë erdh një elefant në Medinë. Në Arabi nuk rriten elefantët, nuk kanë pa kur me sy elefant. Vetëm e kanë dëgju definicionin e elefantit, mirë po nuk e kanë ditë se ç'është do kjo kafshë. Kështu që në momentin kur nin këto nxënësa studentë të ri që po thon elefant kanë ardhur në Medinë, krejt e braktisën dersin përveç Yahya el-Laythi, që ka qenë ushtëbot dietar i njohur. Edhe e pyeti Imam Maliku, thot, po ti pse shkove me shokët ato? Thot, unë ka marrë më të këshyr ty, jo me këshyr elefanta. Thonë, qëllimi i tëre ka qenë me arrit dije. Edhe Imam Maliku ka qenë njëri prej tyre që edhe ditët e festave i ka shfrytzu për të kërku dije. Thuhet, kur ka shku tek Imam Zuhri në ditën e Bajramit, ka thonë mësëm hadithe. Nga se qëllimi kryesor i tyre ka qenë ruajtja e hadithit. Edhe ja kallzon 17 hadithe. Edhe i thot për sot mjafton. Imam Maliku thot, ja thot halaki më tregu. Po thot cila është dobia nëse tregoj hadithe kur halasi ke mësu, 17 mësoj një herë për mensh, pastaj ti mësoj të tjerë ditëve në vazhdim. Thot po krejt këtë i mësova. Thot ai thumi 17 hadithe, ja thot pas një gabim. Pra kjo ka qenë Imam Maliku qysh në veçli. Edhe pastaj e lavdron, do me thonë me fjalë të mëdha duke thonë që ti ki më bën dietar i madh kështu me radhë. Po ashtu Imam Maliku i ka, do të thonë, aq shumë ka qenë i jetur për dije, saqë jo çdo arsimtar ose jo çdo dietar ka qenë i butë me ta. Ka pas dietar që është dashur shumë i zgjidh fjalët, veprimet për me marrë dije prej tina. E këta e kanë bërë vetëm ata që ja kanë ditë vlerën dijes. Sot për shembull, për me organizu një ligjërat, duhet me bë lajmërime, duhet me lut, mos sjell mirë për me ardhi dikush. Të kalumën është dashur nxënësi me lut dietarin për me mësu tek ai. Nga se jo çdo kush ka pas, domethënë, privilegjin me mësu pini dietari. E Nafiu që ka qenë shërptuari Abdullah ibn Omerit, djalit Omerit, ka qenë me personalitet shumë të rëndë. Edhe Imam Maliku thonte, shkojsha në mëngjes tek dera e shtëpisë së tij, mirë po nuk gëzojsha me trokit. Pritsha tek dera derisa del prej dere, prej shtëpisë. Kur delte prej shtëpisë, nuk i lajmërojsha më njerë, mi thonë që ka marrë me mësu tek ti, mirë po e këshosha ka shtu hec, edhe në qatë drejtim edhe që adhone. Pra mos me kuptu që ku marrë për ta. Edhe në momentin kur afruaj nga xhamia ose shikojsha që është me humor mirë, ja bëjnë një pyetje, a mundesh më kallëzu çet hadith që ka thënë Abdullah ibn Umeri kështu me radhë, çet mënyrë ka mësu hadithe prej Nafiut. Pra më thon duke i zgjidh fjalët, duke e prit me orë të tëra para derës së tij. Për këtë arsye na çudit me çysh këto emra kanë met që 1300 vjet pa u harru. Po shikoj, domethënë angazhimin që kanë pas. Imam Maliku nderuar vllazën ka qenë prej atyre burrave që i ka shiku mirë dietarët, pastaj ka marrë dije prej tyre. E jo Besaktiani ka qenë prej dietarëve zahida shumë të mëdhej, asket. Imam Maliku e ka përcjell shumë derisa ka filluar me shkruaj hadithe prej tij. Thot e kum përcjell çat shumë sa që kur e kum pa që sa herë që përmendej emri i pejgamberit alayhis salatu sallam fillonte me çajt. E jo Besaktiani, për shkak dashurisë së madhe që ka pas ndaj pejgamberit alayhis salatu sallam, tha prej këtij momenti kum filluar me shkruaj hadithe prej tina. Imam Maliku kur e ka pa njërin duke ecë në rrugët e Medinës, mbi mushk, mbi kali, kurse desha mushka, mbi kali, tha kum thon me Zot madh, ky njeri meriton mu eduku, mu eduku. Njerëz çysh ka fytyr
me hyp mbi kafshë, ndërsa pejgamberi alayhis salatu wasallam është në rrdhe. Po kanë thonë ky është gjykatësi i Medinës, ka thonë ky është më primar që të edukohet. Para mëne, nuk ka pranuar me hyp në kafshë në Medinë kur pejgamberi alayhis salatu wasallam ka qenë në rrdhe. Ky ka qenë Imam Aliku. Imam Aliku thuhet ndër vëllezën kur ka tregu hadithe. Kur s'ka tregu hadithe pa marr abdes edhe pa u vesh mirë. Tregon Abdullah ibn Mubareku që ka qenë prej dietarëve të mëdhtë asaj kohe, ka qenë bashkanik edhe shok i Ebu Hanifës, thot kemi qenë në ligjërat me Imam Alikun. Kemi qenë në ligjërat me Imam Alikun. Edhe thot ka ardhur një akrep edhe e ka picku Imam Alikun. I ndryshoi fytyra prej dhimbjes, mirë po nuk lëvizi. Tha 3 herë akrepi e pickoi nuk ka lëviz. Pas ju kry dersi e pyetëm pse, s'ka mundësi mu dërua e dhimbë. Tha këta e bona për shkak të respektit ndaj hadithit të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Do të thonë, për shkak mos me ndërprej hadithin, ky e ka dëruar dhimbën, do të thonë të akrepit vetëm që mos me pengu me çu hoxha i tij hadithin deri në fund. Kena kujton rastin e Aishës, na kujton rastin e Abu Bekrit. Aisha radiallahu anha e ka pas pejgamberin alayhis salatu wasalam duke fjet në prerjen e saj. Është përhap një farë lajmi, pastaj Abu Bekri nga zemrimi i tij i madh me Aishën ka ardhur dhe e ka godit këto mes. Atë dim të mëdhoja thot Aisha kanë pas mirë për s'ka lëviz, vetëm mos më aprir gjumin pejgamberit alayhis salatu wasalam. Rasti i dytë është Abu Bekri, kur kanë ikë prej pabesimtarëve që janë strehun atë shpellën. Janë strehun shpellë duke u mshef prej pabesimtarëve. Edhe tregon Abu Bekri thot pejgamberin alayhis salatu wasallam e ka zonë gjumë, prehrin e tij. Abu Bekri radiallahu anhu është mundu çat gjendje mi mshef disa prej vërimave që kanë qenë atë shpellë se mos po del ndonjë gjarë për akrep e pickon pejgamberin alayhis salatu wasallam. Thot Abu Bekri, thon çato momente një akrep e ka picku Abu Bekrin dhimbt, jashtëzakonisht mëdha mirë, po nuk ka fol, nuk ka bërtit, vetëm mos më apri gjumin pejgamberit alayhis salatu wasallam, derisa ka rrjedhë loti fytyrën e pejgamberit alayhis salatu wasallam dhe çfarë harroçu. Pra kjo tregon se sahabët e kanë respektu pejgamberin alayhis salatu wasallam duke qenë gjallë, saqë edhe zoni nuk e ka ngrit ndaj tina. Po çysh ky respekt ndaj neve, kurse kemi pejgamberin alayhis salatu wasallam gjallë, duhet më bën ndaj fjalëve të tij. Por ta thuhet Imam Aliku është prej atyre njerëzve që e ka urrejt risien, bidatin qatë shumë, sa që nuk ka përshkrim. Sa që shumë e ka desh hadithin, shumë e ka desh sunetin. Ka mundësi ka gabu dikon, mirë po shumë e ka dash ashtë shumë, sa që ku ka pa që dikush është duke vepru me risi, dhe më thonë, nuk ka fol me ta. Sa që Imam Ahmedi ka thonë, nëse shihni dikan që e urren Imam Alikun, dijeni se ai njeri është i shturë dhe bidatxhi. Dini se ai nuk është duke ndjek rrugën e pejgamberit alayhis salam, gas është e pamundur dikush me urrejt Imam Alikun e më ka njeri mirë. Thonë Imam Alikun deri në vllazën njihet prej atyre njerëzve që shumë e ka respektu hadithin e pejgamberit alayhis salam, saqë tregohet një rast kur Imam Aliku është smur. Është smur edhe ja ka nis mos me prezantu në xhami. As në xherata, as namazin me xhamat. Edhe pasi që u shëru e kanë pyet rrethi nxënësat e kështu me radhë nuk është përgjigj. Kanë thonë i kam disa arsye që nuk më shplu. Po në fund të jetës vet para se me vdek i tregon edhe arsyet. Imam Aliku ka pas problem me mbajtjen e urinës, nuk ka mujt me mbajt. Dhe thot, më e dashur për mua është më mik namazin me xhamat e mos me prezantu se sa me ndyt xhamin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Është kjo, do të thonë, kjo është Imam Aliku në raport me pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe hadithet e tij. Po ashtu Imam Aliku ndërun vllazën është një rregull në qoftë se nuk e vlerëson çata që të ka mësu, kur nuk i më shpëtu. Në qoftë se nuk e vlerëson çata që të ka mësu, kur nuk i më shpëtu. E zakonisht ti kur bash i dijshëm e ta merr mend që e bën më i dijshëm se mësuesve dietarit, hoxhaet, natyrisht që të rritet pak mendja. Ndërsa Imam Aliku, për shembull, i ka thirr prisi i Medinës Imam Alikun edhe hoxhën e tij. Vetëm se e ka vrejt tek hoxha i tij një paknatësi në fytyrë, jo që e ka shpreh me gjumë. Po e ka pa që s'po ka qef hoxha i tij me shku edhe Imam Aliku me ta, ka thonë nuk jam të ardhur. Pse se çat mund që e ke derë duke na mësuar neve, unë pranoj çdo sen me bën vesh ty mos më t'jedhun.
Veç ti mos më t'jedhu. Edhe porositë e hoxhallarëve që i kanë mësu, i ka marrë shumë nga zemrës, edhe vazhdimisht ka punu me ta. Për shembull, njënën prej tyre, dhe me ta po e përmbyllim, i ka thonë dietari i tij, Ibn Hurmuzi, ka thonë, kur mos gjyko, kur mos ungot mu përgjigj pa analizu çështje të mirë. Ka qenë një farë debati, gjykatësi i Medinës i ka thirrë fukahat, dietarët e Medinës për me gjyku për një rast. Një djalosh ka mbyt dhe ka pranu që ka mbyt. Tash qysh me gjyku për këtë person? Na e dimi që ai që mbyt, mbytet. Edhe krejt japin përgjigje shumë të lehtë, por rësinë e mësuesit vet. Mos u got pa analizu çështjen mirë. Imam Ali ku thot, a muni me ofru me sjell para me çat djaloshin që e pa bë këtë krem. Kur e bin, djaloshëri, shumë i ri. Tha ta ki mundësi me më tregu ti kur e ke bën vrasjen, zbulohet që vrasjen e ka bën kur ka qenë ende pa hyrë në bylëk, ende pa hyrë pubertet, fëmijë. Atëherë Imam Ali ku thot, këtë rregulla nuk zbatohen mbi fëmijën. A përse krejt gabim, mirë për Imam Ali ku duke analizu çështjen mirë me porosinë e mësuesit vet, vjen te rezultati me shpëtu një jetë, mu përgjigj çashtu që çdo. Pra kjo është nderuar vllazën Imam Aliku, për i cili ka thonë për veten e tina, nuk kanë fillu me dhonë përgjigje pa dëshmu për mu 70 dietar të mëdhej të Medinës. Edhe pse ka po veten, që është zakonisht njëri e sheh veten e tij është për me dhonë ligjërata apo jo, thot nuk kam fillu me dhonë ligjërata derisa kanë dëshmu për mu se jam për ligjërata, për me dhonë përgjigje 70 dietar të Medinës. Pra kjo është Imam Aliku dhe kjo është kemi përgatitur për sot. Inshallah javën e ardhshme do të njihemi edhe për adhurimin dhe devotshmërinë e Imam Alikut. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.